parti, kursin e këtyre dy partive. Nuk shihet që qasja atyre me këtë lloj kursi mund prodhoj një platformë dhe rezultat sfidues tjetër për këto dy parti, edhe nëse vendi mund të shkojë në zgjedhje. Gjithçka që mund të pritet tani, nëse mund të pritet pak a shumë që t'jap sharm dinamikës opozitare, është nëse Vjosa Osmani do të flasë nga sot e tutje për ta kompenzuar në njëse tjetër këtë lloj indolence, këtë lloj pasiviteti opozitar. Dhe a mund ta bëj këtë Vjosa Osmani? Mbase mund ta bëj, por jo aktualisht, gjykoj unë me atë lloj impakti që mund ta sfidoj ekstremisht shumë zotin Kurti në kutitë e votimit. Gjithë vëmendja aktualisht Esmeralda është se çfarë do të bëj zonja Vjosa Osmani, cili do të jetë kursi i saj, cili do të jetë fjalori i saj politik, se çfarë do të flas, çfarë do të nxjerr nga tepiu, nëse mund ta them ashtu, cilat lloj tema që mbase mund ta mbështetim për muri zotin Kurti, dhe pse gjithë kjo orfatje zonës Osmani edhe aktualisht po shihet si përpjekje kryekput personale, dhe jo përpjekje që më thon të shpëtoj Republikën nga gjithë këto tema që shoqërojnë vendin, siç thatë dhe ju, kjo krizë politike në Kosovë, po na shoqëron teksa bota po përballet me sfidën më të mëdha. Mirë, por tani ka një gjë se çfarë mund të bëjë zonja Osmani? Zonja Osmani ishte aty si kandidate për presidente, gjatë kohës që ishte presidente pati momentet e saj në të shumtën e rasteve, po them shumë të mira, pati dhe ato që për cilat është akuzuar se i ka bërë favore zotit Kurti, të cilat i pranoi edhe vetë, siç ishte edhe data e zgjedhjeve për shembull, por tashmë ajo duhet të krijojë profilin e vet, sepse ka një lëvizje që nuk e ka më, sepse është zgjatimi vetëvendosjes tashmë, e din të gjithë, lëvizja e saj guxo. Pra ajo tani duhet të krijojë profilin e saj politik, edhe një herë në politikën e Kosovës e më pas për të ofruar si zgjidhje për qytetarët. Se me këtë konfigurim që ka parlamenti i Kosovës, nuk besoj që zonja Osmani ka ndonjë forcë aty brenda. Sakt. Zonja Osmani thashë dhe më herët, ka paralajmëruar dhe në konferencë për media që nga 4 prilli e tutje do të tregoj, do të shfaq gjithë platformën e saj se ku do të qëndroj ajo politikisht, do të formoj nismë të re politike, me këtë nismë të re politike do të ketë prirje me shumë të afrohtme, le të rrjedhimisht të bëj pakt me partinë e Lumir Abdixhikut, partinë e saj, apo çfarë do të bëj? Gjithë vëmendja është nëse fjalori politik i zonës Osmani mund ta kompenzoj, nëse kursi i saj mund ta kompenzoj, po them këtë pasivitet, këtë indolencë të opozitës, dhe sa mund të ketë gjithë kjo kohë ndikim për të bindur qytetarët që ndryshoj rezultatin e kutitë e votimit në zgjedhjet që pritet t'i mbajë Kosova shpejt, këtë nuk e di, por që do të kemi zgjedhje duket që do të kemi përfundimisht në këtë ciklin e ri të kësaj krize dhe seanca fundit e kuvendit, nëse keni ndjekur me vëmendje Esmeralda, fjalori politik atë dëshmon që polarizimi midis kampeve politike të pushtetit dhe opozitës nuk dha asnjë indikator që këto parti po bëjnë pakt për të shmangur procesin e parakohshëm zgjedhor, përkundrazi dhanë indikacione, siç tha edhe vetë kryeministri Kurti, kur kritikoi opozitën se ju tha atyre që keni kërkuar dhe më herët të hiqet akciza, të hiqet tatimin vlerën e shtuar si dy instrumenta tatimor për të paksuar krizën që ndjejnë qytetarët në këtë kohë të krizës globale për shkak të luftës në Iran, por ju tha me propozuat me herët gjithë këto serë, por rezultatin kutit votimit dëshmoj që unë kisha të drejtë. Deri në këtë mas shkoj zoti Kurti duke mbase u tallur duke bërë këtë deklaratë ironike në raport me opozitën dhe nuk shoh asnjë indikacion që por të drejtë ka pasur zoti Kurti.
Rid, të drejt ka pasur, zoti, apo jo? Se në kutit e votimit të regoj që qytetarët ishin shumë të lumtur me qeverisjen e tij, kështu që ndoshta... Ekzaminimi sakt politikisht të situatës. Gjendja në teren që e përshkruajnë partit politike në opozit dhe rezultatin e kutit e votimit nuk korespondon. Tani, kjo është për analiza më konkrete, si që thamë, ne gjithë që kemi observuar. Unë kisha me, në fakt, nuk është se po kisha me ironi, se është pak po pujtan, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri janë shumë të lumtur. E kupton, me thënë, të kutia e votimit, edhe pse ankohen 360 ditë, të kutia e votimit janë shumë të lumtur, e kupton, për qeverin që kanë, kështu që ndoshta ato meritojnë. Jo, nuk jam dakord. Nuk jam pjesë e ati karvani mendimesh që duhet qërtohen qytetarët. Qytetarët ishin të papërfasuar, mendoj unë, me zërin e tyre, me problemet që kanë aktualisht. Qoftë në Kosovë ose në Shqipëri, të ju keni problemet atje. Paka shumë thuaj se është njëjti habitat politik, por qytetari nuk akuzohet asnjëherë. Qytetari ka nevojë të bindet dhe ajo çfarë pa në zgjedhjet e kaluara, Kurti bindi qytetarët që platforma e tij ishte në rregull dhe jo zoti Hamza, jo zoti Abdixhiku. Prandaj janë aty për të bogar. Nuk shoh aktualisht. Po pra, Rid, se dua, domethënë në këtë pikë se kjo është në fakt një debat shumë i madh. Tani, nëse një njeri nuk shikon portofolin e vet, nuk shikon se sa harxhon sot dhe sa ka harxhuar për familjen e vet, se sa lek ka sot dhe sa kishte dhe sa mund të ketë, atëherë nëse domethënë han propagandën e çdo partie, e çdo qeverie, pastaj ka një problem me qytetarin, mendoj unë se partit atë punë kanë. Këto mbase janë, më falë Esmeralda, këto janë situata për analizat të thella socio-kulturore. Po, prandaj thash që s'duhet t'ja uheqim pak... Sepse kemi pasur raste edhe në mjedise të tjera shumë demokratike evropiane, perëndimore, ku ata që kanë arritur, siç thot një mik i imi Afrim Kasollit, t'ja ushqejnë pritjen morale masës dhe ata mund të fitojnë dhe njerëzit edhe pse përjetojnë kriza, braktisin, domethënë, për një moment shqetësime socio-ekonomike dhe janë gatshëm më shumë të bashkë ekzistojnë me çdo lloj kursi që atyre u përmbush anën shpirtërore. Këtë e ka thënë Dostojevski, një shkrimtar i madh. Dhe përtej krizave që mund të kenë njerëzit, përtej brengave socio-ekonomike, përtej çdo premtimi që gjithkush mund ta jep për t'u ndreq jetën. Njerëzit në fundit është dëshmuar se janë të gatshëm të bashkë koegzistojnë më shumë, me këdo tjetër që aty u përmbush anën morale, shpirtërore dhe duket që ky nuk është një postulat i rastishëm që ka nxjerrë Dostojevski, është rezultati i analizave, po them thjesht. Opozita në Kosovë, në gjithë këto vite, Esmeralda, në gjykimin tim, në observimin tim si gazetar, nuk ishte në vendin e duhur, në podiumin e duhur, në shkallët e duhura, për ta përfaqësuar këtë numër problemesh të brendshme e të jashtme që ka Kosova. Ata nuk ishin të gatshëm të nxjerrin masën në rrugë, nuk ishin të gatshëm që të moderonin këtë masë, të udhëheshin çdo zemrim, nuk ishin të gatshëm thjesht të pluhurosnin kostumet e tyre për të dalë në protest dhe për ta përfaqësuar atë zemrim. Më duhet, Esmeralda, të tërhes një informacion, besoj me rëndësi. Është një ulëmtim që bëhet shumë serios, UNDP si Kombëve të Bashkuara quhet pulsi publik. Nëse